Përshëndetje të dashur shikues të DTV Media. Mirë se po takojmë edhe kësaj radhe në emisionin Fshati Jon. Kësaj here kemi ardhur në fshatin Osekyl në Gjakov dhe do të flasim me një banor të fshatit i cili mirret me ruajtjen e deleve. Të ndjekim së bashku se çfarë ka të na thot ai. I nderuar fillimisht përshëndetje, a kishe mujt me bu një prezantim shkurt rreth vetes edhe prej nga vjen? Përshëndetje, mirë si një ardhë, unë jam Zëmer Gashi, për rrjetet sociale më njohin si dhe Kosova, jena në fshatin Osekyl. Është një fshat i mirë, një fshat i qetë me 300 shtëpi dikon që aty. Edhe jetojmë një jetë të mirë, të qetë. Me çka mirën banorët këtu të fshatit, masi fillu me fol pak edhe për banor, për pas teja, a ka dikush që mirret me bakti? Po, me fol drejtën këtu është një fshat si mon bakti thuja ti mas shumë ti. Dele. I kem dikon ja 5 tup dele në vish fshatin tonë. 5-6 tup dele i kena në fshat. Në mesveti banorët, a e qojnë mirë, a ka ndonjë ngatresë ose diçka të tillë? Këtu është 70% fesë islame, 30% fesë krishtere. Po nuk ka dallim, as nuk mund është ti me marrë vesh ose me hetu, as nuk ka përqamje, as nuk ka të lashë një fjalë ma e dobta këtu nuk ekziston në fshatin tonë. E përmendet që ekzistojnë dy bashkësi fetare këtu. Në kohë të festave, a vinë ata shembull për festën e Bajramit ose a shkon jo për festën e Krishtlindjeve atje apo çfarë do lloj feste të ndryshme fetare? Krejt si pas mundësive, amo krejt i festojnë e bashkë. Do me thonë nuk i këshyrim këtu, absolut këtu nuk këshyrim. Në fshatin tonë ekziston që kjo histori. Këtu kur nuk kanë ndodhë që sa vite se na jena të ardhën pej tropujës, do me thonë pej 47-ës jena këtu, kur nuk ka pas dishka një problem ma i vogël fetar. A është i ndome me mbiemra këtu me fise ndryshme fshati edhe cilat janë ato? Po, jene do më të fise i ka si fshat, se ta shumë mushë bo fshat mas luft në kanë ardhë për fshat në tjera, jenë do më të fise, si fshat si gash jena mas shumë, se në me fisin gash, si fshat i gash jena si mas shumë. Për pas teje, do më thonë e përmendet që ka dhe tjerë që mirën, a mirën veç me dele, apo kanë edhe lloj tjera të kafshëve? Me dele mirën, me dele i kanë delet. Pse veç me dele, apo që janë kushtet më të mira për me mu mirë me to? A dhe që na kemi fush, është i fush që të ku jena për momentin, një 150 hektare në shtetit. Edhe që kjo fush në ka shti me maj dele, për mu marë me to, këna pas ma të letë, ljubë kanë majtë ma herë, ta shumë pak po majnë, ljubë, se na si zet ljubë në fshat, se tash kë fshati ju në shlidh me qytet. Edhe në ka punujnë krejt tash. Në fshat pak ma demokrat, edhe gratë tash në puni kanë shti. Edhe po punujnë tash, thuja ti krejt familja punën, jeni nga qytetit me kafsh ma pak po mirën, me blegtori. A është ma profitabile mu mirë me dele se sa me lëp? Po tash me mvetë mund. Po normal, tash me mvetë mund me dele, sa s'me asi, sa në që të gjovesh me dele. Sa pe kitë shtirë mu mirë me dele, sidomos në këto kohë të nxehta tash temperaturat qenë shumë të nalta? Të fështire kam 0%. Unë e fështire kam mos mi pas këtu. Ku ti kam këtu nuk e di sa grado jashtis. Shpesh më vesin, ku ti në rrjetet sociale, më thujnë sa grado që është po më rrën për mu së është, si se kam problem. Në rrjetet sociale e di që ke jetu jashtë. Po. Kur je kthy edhe për çka je kthy? A je kthy veç më mirë me dele apo edhe për ndonjë arsye tjetër tani je mirë me dele masi që je kthy? Delet i kena pas dem baba dem, historikisht delet i kena pas. Edhe e kena pas fitoratin se ka kërkush, e kem pas tradite kena këtë punë. Jem këtu 5 vite, që 2 vite tash i bëj. Po delet i kena pas gjithmonë. Kom tentu me najt pa tu, kishe kom lyp jetë pak ma të mirë në Evropë, po i zhonë gabim. Si shkone ajo punë heq. Në cilin vit ke doli jashtë edhe a ka ndonjë arsye specifike apo veç për kushte më të mira? Jo, jëm dalë për kushte më të mira pak me pa pak Evropën shkurt, se pak shqiptarët në Evropë na bëjshin dosene pak të mëdha, ne i rretshin dosene, edhe jëm dalë pak mi pa, është e vërtet, shka po thujnë, s'është e vërtet. Kështu si, ma shumë jëm dalë pak me shetit me pa Evropën, mos me na orta atë jashtit pak me na pedat shumë adin, ku po vinë për atje. Sa të rame nejt atje? Kom najtë në 2 hera shumë konë në Evropë. Okej. Po, 2 hera shumë konë. Në Evropë nuk kom najtë shumë
Po, kum najt bollë sa me shiu edhe atje. Tash flasim pak edhe për rinin tonë këtu në fshat, qysh e ke kalu, me çka je mirë? Une drejten, fiks, se më njohin, fshatarët më njohin njerëzit, pe moshën 6 vjeç, unë kom vazhdu me shku mas dele. Pe moshën 6 vjeç. Edhe jum shkue në moshën 7 vjeç, jum shku kom një leng plavs. Në bjesht malëzise ne na dal atje pra lufte. Jum shku kom me gjyshin, na shku qështu. Do me thonë këtu i kom në gjak, i kom tradit, shkurt, shqeps mi rip atu. A ka ndaj diçka fshatit që ka mungesë që kishe dashti me pas? Tash si munges, di që na mungon. Tash në të ditën rri vete me dhanë, nuk e shoh asnjëri. Asnjëri nuk e shoh. Kurse përpara, para lufte tash po flasim për para lufte, siç ka lufta tash na ka bën, na ka dhënë 2 jeta. Para lufte dhe mas lufte na ka dhënë 2 pjesë. Pra lufte kem najt 20-30 çoban, 40 çoban, u bëshim 5-6 fshat ne, lyshim me top, lyshim ato lujnat që në konë, po ga lyshim, i ken pas lujnat si lyshim, dëmon që ajet mungon, ajo ajet nuk kthehet mo. Pe thmi e kena bon atjet, delshim me nxes në ora 10, shpes flas edhe me thmije, që të kotëri me zgjend, e kena pas jetë kon shumë e mirë, me nxes e mershim bukën me vete, dhe në 8-9 mramje, u i peshim ku mujshim, ku peshim dhe të liu peshim edhe na. Kjo është realiteti që ka ndodhë dhe që shumë rrit. Dhe më thonë ti e do jashtë e ke provu, po a ka edhe naj banor të tjetër a kanë fillu me lshu fshatin me dal jashtë për me gjetë na jetë më të mirë? Fshati është shumë zbraz, edhe të pakën që tash, mas pakti që një javë ditë, që po një dhe po flasë po më tregojnë rinia, si kontakt me ta, 20 viza që tash e kanë rrujsh fshatin tu në rini. Dhe mon s'ka pas shumë pak edhe që tash ka janë, vish po më duket edhe këta hecen. Edhe shumë keq, është edhe një punë shumë e keqe se edhe në moshën 40 vjeqin ka shkujnë. Ata ta duhet mi marrë dhe gratë mi më shkuaj, dhe mon e 7.000 lesi po shkon vetë, po edhe 7.000 që në shkolla po i mojnë. Kështu se në shkolla jonë ka pas dhe në 300 zonca, dikun sa shëra 150. Dhe mon që është po shijet edhe 3-4 vetë nëse vazhdon, shkolla mbyllet krejt. A ju kishe bu apel ti mu rikthy edhe me vazhdu jetën këtu më mirë, për shembull me bakti, që shka ke bu ti për veti? Qërë në apel, mu i me bo, po ti s'mush me bo apel, se ti nësi i thu dikujne, vepro që shtu a i thot, po ti ki punë mirë boll, ti s'mush me mësu mua se me më thonë mu, ti mëse këshër veten, kështu si nuk du të më nis për vetit kur. Këtu është problemi se s'bën më nis. Tash unë e kam jetë mesatare, po jetën e kam të mirë, shëja jetën shkurt, jam çoban, të nditën rri me dhanë, edhe punoj, pe ka të gjysmë në si qona, po jetën e shëjaj, s'lon heq vend pa shku kërkon. Ku të më te këtë musin pëlqen, me gru teme me thmit miu në shkaj. Para se me shku, ma ofër dele dhe me full specifikisht vetëm për dele, a ka ndaj mesazh për anës tonë që kështë dasht me për rinis, apo edhe kujdo qoft tjetër? Po tash me full pak për punë shtetit, shteti kon mas mirë me vepru shteti mirë. Ku shteti vepron mirë, rinia o mesazh i gatshëm, rinin e ki këtu. Sa ma shumë biznise, aq ma mirë është për neve. Po përdesa shteti funksionon, se kur ka funksionon sot, rinis ki me pasta. Këta dim jone, po këta din edhe i njëri se ka shkolla s'ni dit. A ishu shku tash ma ofër deleve dhe me full ma specifikisht për to? Po shkujmë, me gjithë qef. A dhe ju kemi ofru deleve dhe në pamje po duken ju si delet zakonshme. Çfarë race janë këtu edhe qysh ndohen dele tjera dhe çka e bëjnë më të veçanta dele tua se tjera? Përshëndetje, kjo është një par race zhut edhe viglush tjeret. Tash kjo raca zhut ka pak në përpjesë dugaxhinit, si race zhut. Po zhut origjinale, problem. Do më në vish një tub është për zhut origjinale, do më në ku kum shitone, është në dy vend, edhe një tub se ka he kur se matë man, dem babadem është një ashtu presat hereqi, braktarve të hereqit, edhe i ka dëmonë si ka he si zhut. Kurse kur flasim për qitë racën viglush, nuk e ka në Kosovë, as nuk ekziston kërkon botë kjo racë. Kjo racë e kam i vetëmi person,
e ka mone që të racën e viglush, që i dash i madh njësë janë që ka mu prej për hashim thashin këtë liruat, të mund që ajo është, edhe i kam petine, i kam generata tjera për ati dashi. Është një racë për qëmë s'po flasim, se kanë tomel, sa s'po disha me thonë, sa qëmë që në qesin. Jenë racë mjeshtore, pej leshit janë të mira, do mund që shien, qëfar bukurosh janë, racë e shpesh, shpenzime ka ekstrem pak. Është një racë si ka shpenzime mas pak. Është raca ma shnusha, edhe është racë si ka shpenzime mas pak. Shumë interesant të kjo racë, po kjo ka ndodhë pak me natyrë, qështu. Jënë senet natyrë, shkurt natyra i ka këtu ma shumë dorë se na. Çaj bën më të veçantë domethënë përpos pjesës të mishit edhe pjesës qumshtit, a ka ndonjë veçanti këtë? Kretë dallohet komplet, me ngjyrë, me brina, me trup, me qumsht, me lesh, domthon kretë kjo raca viglush dallon pi raca tjera, komplet dallon. Veç ti domethënë këtë racën tjetër viglushën që pe përmend e ki veç ti në Kosovë. Veç unë në Kosovë, në Ruzën të Kësur, në Glab. Domethënë është racë, si me thonë e jotja. Kam unë. Ku ke mujt me gjetë këtë racë ka veçantë? Unë jam brezi 4, i 4 si e kam këta me fanatizëm se ruj. Ku ke mujt me gjetë këtë racë? Kjo racë, si pas të parve tonë, kjo flitet si kjo është barsu me deshtegër, ka thuja ti 200-300 vjetë kjo histori. Edhe kjo nuk e... A mo dalin shumë pak. Përshos që edhe e paske disa pej tyre ku kanë edhe të qethura, pse ka ndodhë këtë qeth me si përgjysëm ose a fshihet ndonjë gjë pas kësaj qethes që a ke boti? Qethën si e kom bo kështu, është qethe me maqinë. Që qethe si e kom bo kështu quhet romollak, qethi romollak. E kom bo maqinë për arsye se një qethi me gërshon, me rena i qethi, edhe i thiri që thash shoqnin si kanë dhenë, qethi me dhe bujmë i drek, shkurt quhet dasmja delmes, që atë ditë është për delme o fest. Po, a kena pasi ras vdekje në Llazni, nuk ku mujt me festu, edhe ku bo 3-4 ditë i kom qetë vetë qështu. Kjo quhet qethi romollake. Po, ku i ki dhe në Terezi dhe i ki majmë, qërdur qethi këtë dalin të bukra. Tash mu konë do pishnete, nuk mundesh me qetë as me rena, as pa rena, se është do pishnete, nuk mundesh me jam lu marrën. Kështu si, edhe kjo qethi e në zanvan. Këtë leshin, ku e lena, qa bën me ta masi që ti qetësh? Leshin, ku ti qethi me mbledhe me shtim thasë dhe grupusim me bager në grupë, se nuk e merë më kush. A të bjen shpesh me prej dele, ose a ko interes për mi ble prej te delet prej njerëzve? Interesi është shumë i madh, mi pas 1000 cupa i shes. Se s'ka interes. Po e shes ka 1-2, sa mos mi kthy njerëzit, mi o bo qefin aty në ka pak se kanë qef. Se tash në mush njerëzit manë, sa shko një me 20 cupa, dikun i blen, jeni merë 3 unë e qatë tomel, sa 3 sa 20 qesin. Jenë ratës e urt, jenë ratës e bekune, delmi është e bekune. Pse kjo dashni ka që modhe për delet? Tash azotën nuk e di, tash do të me këshirë me bo për analize. Tash llogaritën në spitali shtimjes nuk më ka majtë. Tha total, tha ku ke smut krejt, tha. Tash llogaritë. Kështu si du të me bo analizë për këtë pjesë, as vetë më e kuptoj. So e kishe shit një pej delëv, ose so tu kanë ofru për me morë doshin më të mirin që i kiti, so pare ti kanë ofru për me ble ato? Këtu nëse folim për dele, ka dejnë 2000 euro dele, po këtu ka delme se nuk shritet heq. Edhe dashin mi kanë apru 11.000 frank, edhe a dy qësh, edhe kom folit dhe të është i prej zajt e ideali, më tha dhe fole emnin e kreta, se sa dhe nuk ka problem. Po i na prish pak kena bon se më tha du më ta bo video këtja që s'paret. Tash, ja, së ndodh, ma përshtërsu malin ju. Malin plus e përshtërsojshë une, kështu si dash nuk e shes. Du me elon që aty, ku të nënshojnë që ata shem thaqin, ata e mira bres në qafë që të ka dal. Me unë që atë mishin me shuk. Në Bajram, a ko oferta, apo a ko kërkesa për kurban, mi bu? Personi vetëm në Kosovë, si ka dele në kurban, du me thonë, kom pas me përësi, edhe në kom pas mal, mi u ep njerë. I vetë njërë jam se ka mas i kënç për kurban. Kreti kanë gjysë e kanë mjetë pashrit. Kush ka dhenë, sot ka kurbana në dhenë pashrit, se s'kanë mujtë mi shrit. Unë kom pas, këto për ja thonë publikisht, edhe di njerëzit kretë, vi që dhe shka e kom një mu, mi au shrit, nuk kom pas kurbana kreti kom shrit. S'kom pas që shumë, po sot kom,
Për kurban domethënë nuk ka numër, nuk ekziston numri sa i shes. Mu me thonë kretë një Kosovë i shes kurbana. Unë e nuk ka qytet në Kosovë si nuk ka ardhur me bletë unë në kurban. A lypin shumë punë, shumë për kushtim, ose shembull nëse kishe kon të punu dikun tjetër, a kishe pas kohë për më mirë me delet? Këto s'dojnë me punu kërkon. Këto duhen marak edhe duhen zanat. Këto nuk duhen inat. Këto duhen takat. Edhe këtu jenë të leta, nëse i dënë jenë të leta shumë, bo mos mi dasht. Këto të smujnë, qojnë të vorë rej para vaktit. Të thinë plok të bojnë bardh kryt t'i bojnë. 42 vjetë jem ka i bëja për shesh, tash kom njës ka pak, se mosha bët veten. E këto të plakin para vaktit, e unë këto i du me vullnet, i du dhe me qef, se bo mos mi dasht, kurrë minut me to nuk rri, ndilë jasë në shi. Po i du me shpirt e me zemër. A ka ndaj periudhë kohës kur ke thonë që jam lodh për kësaj pune dhe nuk du me vazhdu më me i moj delet? Allah, ku të bja shi për hata i shes. Visi del dili apet mi bli. Qatëher po. Kur ka shi do me thonë? Po, ku të ka shi e thirë një farë shpan krasniqin, edhe është i fshatit tu, e thirë e thamë, qa ma njerë bërë t'i shes se maruva të ngojtë mas tyne. Ku del dili, thamë, jas du mi shi t'i kum rapi shman. Kështu si, qështu, këtu, ku ta shi o mërzimi i rujtë, se ngajnë fartë. E në sa ora që është prafërsisht ti për më mirë me delet? Ta shpeja ditë që unë dita verës, 21 qershori, këto ja këmë bo tash 2 herë në ditin shajnë. 4 gjysmë në gjes dhe në ora 8. Bojnë pushem në hije, e pa të rishten atje ma herët ku kem, edhe hi në hije që rinë dhe në ora 3. Në ora 3:00 këto dalin fusha apet edhe kullusin. Ujtë e kanë, ka dujnë se këto tash verës, dhe me 1 shtator këto dujnë veqoj. Edhe me hongër, sa do pak s'ka dertë, po ujë dujnë. Edhe do në orar delmja. Për me maj delme, du të më konë shumë i zoti. Bile du të mi pas 2 zemra binake në trëp për me thonë ku maj dhanë. Për me maj dhanë, me shku gjysa, të jodhim komët, e të ra leshit, zhuga. Qërë hini ranë kontrolloj me kamerë, një ka një. As t'i dham koma, as nuk ka zhug, as një nuk të kruhet. Kretë kontrolloj, një ka një kontrolloj. E qështu ma në dhatë paq, e zotni ma. Po pritën mu qurë në ora 4:30. Po jo, ma minë zispres, mos dhritë me ardhë minë shu. Minë zispres. A dhe kështu me gjithë që, ngam, që atë minutë që unë të pëjtoj, nuk më shëni dhanë më mra. Si të pëjtoj, vi që i ditë me baji, ku kubra ko minë shu dhatë, unë e mos moj dhanë. Atër foli vetë me vetë, në thamë, së puna në të razi, edhe po këshu pisha së dhatë, për heki se së puna mirë. E për qëmshë të produkte tjera qëmshtora, ka interes prej banorëve për qytetarëve për mi konsumu? Po, qyteti Gjakovës gjithmonë është i njohur qytetarët, Gjakovarë si të dujmë në qytetit, për bilmet jenë numër 1. E shiujnë, e hajnë bilmetin, nuk e këshujnë çmimin, bilmetin e zgjedhin. Është si, jënë si qytet, është i njohur si qytet, në Kosovën, në Shqipëni, në krejt thuj ati, qytetarët janë njerëzit ma zotni e mo, qytetari i Gjakovës, për bilmet jenë numër 1. Jenë konër pra lufta, ma së në thmi, kom shrit me karakalin në për shpia, në për Gjakovë, thuj ati jë mrit në për qytet, të që tomel. Kështu si tomli djati kosi krejt janë të kërkune, veç aki, veç a i zoti me bo, që kash. A dalën shumë prej në qmim prej një personi tjetër që mon delet qumshti vetë me qumshtin, po më nej qumshti delet thua me qumshtin tjetër, a kona i dalën manë qmim? Po, bol mirë se shtrove këtë pyetje, shumë e vanë shtrove, tomli këtyne është i veçanë. Nëse ka mundësi, nëse është e mundshme veç bollica, nëse ka tomlin matrash. Nështë ta bollica ka mundësi, e ka tomlin matrash ma të nëshëm. Ta s'pëdi si ako matë, se për dhanë tjera zjenë shpreje, 30 euro bën kila djathit, dhe me 1 shtator. Me 1 shtator e kanë 50. Pse për shtrejtën me 1 shtator? Po, mos jam mundësu me marrë gjithë kosh, e merë vizë zotnia. 30 euro shes kilën sot për sot, vjetë e kom pas 20, kurse tjertë më thirin hadë merë djathë, ose shesin 8 euro dhe 10 euro shkën t'i lutë restorantat, unë e ka dash zoti, azer dhe qëtu reklamat e rrjete sociale, po bojnë atë punën e vetë. Ose edhe pastërtia madhe, niveli madh i pastërtisë, i nyra bot veten, tash dishka hanë pyetje këtu, se 30 euro me ble kilën djathit të bukur shtrajt, po nuk kom. Edhe me qatë qmim edhe ka interes për me ble. Se kom 1 grim të shpija. Që tash me dash mjaftëqit me hongë, nuk e kom 1 cupë. Krejt do më thonë ka necë. Sot bile kjua, dita është ta mja u punë të shajtë, se të nërët ku vjetë dikush për i media, kom qep një respektu pak, ta shajtë ta ditë nuk pas që ta krymë, se në zajtë të smunëm, ta krymë tash do djath, as 1 grim djath nuk i shkon.
A pretendon mu zgjeru me marrë sa ma shumë dele? Po, unë e kom pas ma heret, ku i na konë si shtëpi e madhe, bashkë dhe në 520 cupa. Po, tash jam vete me gru me thmi, nuk kom interes me bo shumë, se ku të bësh numër shumë nuk mund është mi këshyra dhe këtu atër veç i she, të cuf, të jodhim të kom, të zhuga, s'kan kontrol, nuk mund është më me kontrol. A disa letë me thonë sa cupa i ki 300, 400, 500. Se mu më thujnë shpesh ka herë më shtrojnë pyetje, më thujnë, pa i burti me 80 cupa, i 100 cupa, shka e ka na bën njerëz di kanë ka 500. Po njerëz di kanë ka 500, pa ke pa në çfarë jetë rënujnë. Tash më shkuajtje duhet me dheq të qizme të mi vesh mine për shtallat tyne. Si për fund, kisha pas shef edhe mi pa edhe manga offer, edhe mi këshyr delet, mi mor pa me kamera, edhe nëse kështë mujt me thirë një dele qëtu për offer, edhe në atë mënyrën tonë se qysh i thirë delet një qoban. Tash është nëzaj, tash me na ordhe dhe kalablak për njerëzive për shes që shpëlarguen pak, po na mundë me nëzon një edhe me spjegu pak qëtëracën si viglush se është. Po, me shpjegu prej nga offer karakteristikat e asoj lojt dele. Tash në zonë është edhe çfarë gjini ka, edhe qumshtin, edhe ta spjegoj pak në pika me ngjyra me që du të më konë. A dhe kemi marrë një dele nga ofra, a mundesh më na tregu edhe njerë se çfarë lloj është edhe për me fol për karakteristikat e këtij lloji dele? Po, kjo është raca, si tash, kjo është racë viglush. Raca jote domethënë, nuk e ka kërkush. Qëto, qëre, e ka shek, qëre me ngjyrë, me trop me krejt. Nëse ka dikush në rrudhin të kësur në glab, den me fjallin përgjithësi të plot, me glab, nëse ka kush që të gjak delme, dhe nëse ka ble dikush tonë. Për mësh publikisht po thom, nuk e ka asnjë person. A ka ndodhur se ke shit këtë lloj deleve të persona tjerë? Po, marr kom shita thrahet. Po këto çdo dele në rojnë rrit çmime se gjinja s'kan ditë me shiti 100 euro delmen. Unë jam rrit çmimin dhanve. Që shembullun jemi interesuar me ble bashkiton. Ja bashkito ku e tjetë bashkito. So pi thushkur. Ja. So pi thushkur. Ja, shritet kjo. Okej, nai tjetër. Jo, heq, tjetër po, në një si përngjon kësaj pak po, mu më tash një. Për jaronin. A që si racën e një s'ka. Ka do tjera do zhuta, i ku marrë do bardhu, ka me boj par kombinimi, me që dashin tam pak, i po do kombinime, shkurt. Ja, mundesh domethënë me bo kombinime tua. Po, du mi bo këtë kombinime. Që nuk janë, nuk ekzistojnë, domethënë që a mund me do në Nuk ka gjak i dhanëve të mia, po du mi shërtu me dashtemin pak. Mi pavi çfarë kombinimi ç'është po reagon, ç'është po dalin. E këtyre tash, ku është tu problemi? Qyre kjo është play. Që sa ka shpinën? Apo shë? Kjo tash, pra ata shka din shka djelme, sa i zdi shka djelme, as me komentu zina i shkreti, e ka pëton, se të të vish lesh ku ka pas qjetë gjina, të të qelja sytë, bre, e ka pëton, se nuk din, qa është din? Qyre? Qyre sa ka gjinin? Qyre sa bisht ka? Nuk jo këpës bishtin. Sa ka që akputin deles bishtin, a? Krejt që band jakpusin bishtin. Që, një Pse? plome ka. Që bish një plom bisht ka. Po jakpusin mundon me bo ma thishëm. Aha, okej. E i kanë kom të shtram të amropa e munduen. E për shta kjo është racë, shumë është racë e furt kjo. E nuk është racë me shku si në gjëm. Në moni ka, nuk i mungon, as ka blusha, as bukuria si mungon, as trupi. Në moni kjo nuk e ka as një munges natyrore se e ka pali lumizot në tropcajne. A dhe na të falemderojmë që i ke hop dyrt, jo po që na keftu këto. Faleminderit, jeni të mirë se ardhën, po dhe qatë pjesën, se po kom herë komente, pse po i qetë kështu, hekja të synë kështu, ju kom thonë kështu pak në TikTok, atë t'ja vjek i flo këtu në, t'ju lonë dili 40 gradë jashtë, atër që është po ndikon. Tash njësoj, se këmë hek kësejne qërë bo mja hek leshin, kësej bje dili direkt në kryo dhe në synë. E po këpëton, edhe një mundon temperatura. Për 70 mija kur nuk rrinë në mrez. Që ju intereson shumë shqiptarëve, se shfardan janë këtu si së rrinë në mrez. Nuk rrinë si këtërin edhe të shëndusha, edhe nuk rrinë frez. Kështu se që kjo është raca si nuk s'mundën këto me pas, as shkan me pas o ndërkur. Hajë, trujtë zoti, trujtë. Faleminderit shumë. Që shhecë, mërë me kamerë, qërë, tanë në janë s'kollu.